unë duhet t'i testoj vetes time, sa e fortë unë jam, çfarë unë mund t'jap kësaj shtëpie, dhe unë e kam lojën kundra, domethënë atyre. Vetëm se, Juela, ma sqaro pak, domethënë, Selin, Greta, Po. Dhe Gimbon, po ki parasysh që përveç Rogertit mund të çosh vetëm 3. Kështu që nëse përfshin dhe veten, ose duhet të heqësh njërin prej të treve që përmende, ose të lësh ata të 3 dhe Rogert. Atëherë, me që ky vendim po merret nga unë, nga kutia Pandorës, do ta lej Greta, Selin, sepse Greta ka ardhur në shtëpi duke thënë që do mirin dhe mua jashtë automatikisht. Kështu që unë do t'jem absolutisht aktive për këtë televotim dhe do të fus Selinin, Gretën dhe Gimbon. Sepse du realisht të testoj shumë Selinin dhe Gimbon janë 3 emrat që ti do të çosh në këtë televotim. Po najnte më motra. Najnte, do të fus këta, do fus veten, me këta, pasa me këta testoj veten ku jam. Po dale, prit. Unë du të shikoj ku... Po najnte më motra, najnte. Hengra, piva, pushova, edhe akoma të lash për atë, për të dhe përgjigjen. E rrotullove, e hoqje veten. Po jo me shpet jo, iku ai big ku fusnin veten, ku ti Pandore. Se i kishin, e dinin se ku ishin me lojën. Këte i thua do testoj veten, këte do të fus veten, pastaj, po hiqe Gimbon, qire Gimbon skot në qaf, për shembull. Ose, për shembull. Lojtare fort, mos e fut veten fare, po kishe bërë një nominim të fort. E bëre me zemër, e lujte me zemër për shembull. Në një farë mënyrë e kërkove edhe patjetër të mbrosh Rogertin duke vënë Gretën në këtë nominim dhe Gimbon, që mos të rrezikosh Rogertin se Selina nuk del, harroj që del Selina, edhe nëse duam ne nuk del, ashtu e ka bekuar Zoti ata, e kupton, e mbron Zoti. Kishe bërë një nominim të fort që t'ja dinin vlerën kësaj, për shembull Pandora për të stunë dhe Simgjan, kësaj një nominim i zakonshëm. Nuk është. Loze me zemër. Kishe loze me... Mateo, Selin, Miri. Edhe, qofse doje të nxirje Selinën, për shembull, po të kishe loze me mend. Këta kishe futur ti, e shikoje se si dilte Selin. Do dalim me bilet kthimi, patjetër, e ka Greta biletën e kthimit. Unë e di që e ka, por 100% që e di tamam e di që ka Selin me brikenën 2 bileta kthimi, se di për Gretën. Po nejse këngë ngelet për të parë. Muhabeti është këtu, që se të kishe nxjerr Selinën. Rogerti nuk del, harroje, nuk del. Miri nuk del. Harroje që del Miri. Mateo, jo, si diskutohet. Kishe nxjerr Selinën me bilet kthimi, ishe kthyer. Edhe kishe realizuar atë të ndën që kishe nxjerr një herë në shtëpia. Kishe lozur fort, nëse ka pasur, ke inat brikenën, atë çka ka ajo, Selinën, se ti the kam inatin me Selinën. Kot, e dojgje kot kutin e Pandorë, le që nga të rove një futem ose ishe futur ti, Greta dhe Selin. Shikoj kush ishe fort. Ti, Greta apo Selina? Po një që, për atë zote, jam shumë i sigurt që kishe dal nga kjo kuti Pandore. Kishe dal 100%. Po që testosh veten ti. Po jo me zemër, me diti se për shembull jashtë loja jote jashtë nuk është as kërkun, nuk ka loj. Edhe jo ti, po asnjëri s'keni loj si vjet. Me u impresionu neve na loja e na njerit, harrojeni se nuk keni loj. Thjesht po komentoni lojën një tjetrit, dikush në një mënyrë shumë të keqe, dikush në një mënyrë shumë të mirë, e kaq, meritat i marrin ata që komentojnë mirë, bukur. Po ju, ata që po bëjnë këtë jashtë me juve, ata po bëjnë ju me një tjetrin. Nejse, kutia më Pandorës më kot sa s'ka ku të shkoj, për mua. Për mua është një nominim normal, nuk është nominim kutia Pandore. Iku e i mot. Kur të tjerët e testonin veten. Ka 2-3 bigje para, që ka mbaruar ai lloj bigu.